Ka nisur zyrtarisht procesi i aplikimit për blerjen e biletave për ndeshjen Shqipëri-Serbi, e cila do të luhet më 7 qershor në stadiumin Arena Kombëtare, në kuadër të kualifikuesve të botrorit 2026. FSHF ka bërë të ditur se të gjithë tifozët duhet të plotësojnë një formular elektronik, i cili është i hapur deri në fund të muajit maj. Në përfundim të afatit do të hidhet shorti elektronik për të përzgjedhur dhe fituesit që do të kenë të drejtë të blejnë bileta. Por ky proces ka shkaktuar polemika, veçanërisht nga tifozët shqiptar të Kosovës, disa prej të cilëve janë shprehur të zhgënjur në rrjetet sociale duke pretenduar se nuk ka mundësi reale për të siguruar një bilet, pavarësisht interesimit të madh dhe kontributit që ka dhënë gjatë viteve për kombëtaren. Në reagimin zyrtar, FSHF ka mohuar kategorikisht çdo përjashtim, duke theksuar se të gjithë tifozët kudo që ndodhen kanë të drejtë të aplikojnë në mënyrë të barabartë. Nga ana tjetër, anëtarët aktiv të klubit të tifozëve që kanë ndjekur skuadrën gjatë gjithë sezonit nuk kanë nevojë të aplikojnë, pasi vendi i tyre në stadium është i garantuar. Ata do të marrin një link të personalizuar për blerjen e biletës, sipas udhëzimeve të Federatës Shqiptare të Futbollit. Ndeshja 7 qershorit ndaj Serbisë pritet të jetë veçantë, me interesim të jashtëzakonshëm si brenda dhe jashtë kufive.